A mendon tani se fëmijët kanë hapësirë të mjaftueshme që t'i shprehin mendimet e tyre lirshëm? Ligji e përcakton do të thotë këtë hapësirë, do të thotë janë disa në aspektin legjislativ i ofrohet kjo mundësi. Për shembull në rregullativën shkollore ekzistojnë këshilla të nxënësve që janë struktura organizative të nxënësve, organizata të nxënësve që duhet të udhhiqen edhe të drejtohen do të thotë nga nxënësit për nxënësit, pra për interesin e nxënësve. Aktivitetet që kam edhe me vetë fëmijët, ndonjëherë edhe vetë mësimdhënësit bëhen të sinqertë dhe tregojnë për situatën në shkollat e tyre. Ndonjëherë këto janë vetëm sepse duhet formohen formalisht e pastaj nuk mund të themi që janë funksionale. Këshilli i nxënësve domethënë është si themi hapësira e parë formale ku nxënësit marrin përsipër si themi t'i përfaqësojnë interesat e tyre vetanake, vetjake, edhe të shokëve e shoqeve të tyre. Po për te strukturave formale si është Këshilli i nxënësve, hapësirë për vendimare ka sa të duash në shkolla. Do të përmenda pak më herët edhe në mënyrën e përditshme se si komunikojmë ne të rriturit me ju, mënyrën se si ju vëmë në situata që të komunikoni në mes veti, mënyrën se si ofrojmë si themi hapësirë për ju që të merrni vendime rreth disa çështjeve që janë me interes për ju. Sepse nuk është njësoj sikur të vendosim ne për ju me pretendimin që ne jemi të rritur dhe i dim interesat tuaja. Kjo nuk është e vërtet. Interesat më së miri, interesat e fëmijëve i dim vetë fëmijët.